është faza më e vështirë e demencës? Faza më e vështirë është kur fillojnë edhe halucinacionet. Kur fillon pacienti mos më njoftë më edhe anëtarët e familjes, edhe atëherë ne duhet të reagojmë me barna tjera, siç është risperidoni, haloperidoli o disa medikamente tjera, për të eliminu halucinacionet dhe me qetësu pacientin. Ato barna nuk rekomandohen më dhënë në fillim, mirë po ipën në fazat e vonshme të smundjes së Alzheimerit. Agresiviteti a është pjesë? Po, nga njerë po. Jo të gjitha rastet, po nga njerë po. Në këtë rase menaxhohen ndryshe pastaj. Me këto barna që i përmenda. Nuk do të thotë që këto kanë efekt, po ka disa lloje barnave. Ndërkohë kujtesën nuk mund ta kthejmë. Po këto gjëra tjera të pacientit i rregullojmë. Domethënë shqetësimet, nervozat, ato i rregullojmë. Është një gjë shumë e rëndësishme që deshta me cek është të kujtesa. Po. Isha për pak me harru ato që këta njerëz në ngjarjet e hershme të fëminisë i din, gjitha i din. Pse ndodh kjo, doktor Razi? Mbushet. Është sigur hardisku te telefoni ose te kompjuteri që përdorim. Është mbush, edhe ti nëse do më shtin një material tjetër aty me fut, materialin nuk ta pranon materialin, thotë jo, plot është. Mirë, po te telefoni, te kompjuteri mund t'i fshijmë edhe të shtim tjera. Te truni jo. Ato që janë aty. Edhe të rejat nuk i pranon kurse të vjetrat i din me detaje. Po. Nëse dikush në familje për shembull e vren këtë fenomen të një pacient që shumë e lehtë është ajo. E sheh po harroj, okay, ti e pyet për një ngjarje të kaluar. E din perfekt. Po ngjarjen e risë po mundet me mbajt mend, është një shaj që duhet me të alarmu që po fillon demenca.